Para se të mbyll televotimin, shkojmë edhe një herë në shtëpi. Direkt? Tash me zi. Yje! Po. Do më marri malli dhe ti thras njerëzve yje. Po do filloj ta bëj në për rrugë. Mos çap monet i mirë. Edhe ne do na marri mallit na thrasin dikush. O yje. Para se të mbyll televotimin. Po. S'është mbyll. Kaq afër fitores. Po. Për çfarë jeni falenderues Big Brother VIP? Atëherë, po filloj unë Dion. E parë njerë jam në një lumë emociones që nuk di çfarë them, po Big Brother, unë e kam bërë kështu si batut bashkë me Gimon, i themi vllai gjigant dhe jo vllai i madh. Ka qenë rrugtimi im më unik i jetës time, që shpesh herë gjatë rrugtimit kam kthyer kokën pas, jo për të parë çfarë kam kaluar, por për të parë sa përpara kam ecur dhe sa shumë jam rritur brenda kësaj shtëpie. Big Brother është edicion edhe është një format që të rrit, të ndihmon të gjesh veten tënde atë të vërtetën, edhe të zhvesh nga komplekset, edhe të bën një njeri më të fortë, edhe gati për të përballë ndoshta me atë jetën jashtë që nuk besoj se do duket më aq e egër dhe ashpër. Një falënderim shumë special edhe për Top Channel, për çdo person të stafit që kanë qenë këtu gatishmëri për ne 24/7. Jam falënderuese dhe mirënjohëse gjithë jetën time për shërbimin që na kanë dhënë edhe kujdesin që kanë treguar për ne. Miri? Big Brother do ta falenderoj sepse më dha mundësinë që mirin e grupit West Side Family ta njihnin nga afër edhe një publik shumë më i gjerë, ta njihnin personalisht mirin, i cili ndoshta ka qenë pjesë e grupit West Side Family, por ka qenë edhe ai në ballë të grupit West Side Family. Dhe përveç kësaj, sepse këtë e them sepse ma kam përmendur shumë shpesh këtu në shtëpi këtë faktin që ti je filani. Unë faktikisht është e vërtetë që kam hyrë si miri West Side Family, por unë do e falenderoj Bigun dhe vllain e madh që më dha mundësinë që të shpreh të gjitha karakteristikat, karakterin tim, personalitetin tim, dinjitetin tim, se kush jam unë miri i vërteti, se kush jam në jetën time, se çfarë pozicioni kam unë tek West Side dhe se kush në të vërtet dhe çfarë vlerash kam unë në të vërtet. Faleminderit shumë vllai i madh për mundësinë që më ke dhënë. Faleminderit produksionit Top Channel, faleminderit ty Ledion, faleminderit opinionistëve dhe faleminderit të gjithë ata që na kanë mbështetur, jo vetëm mua, po të gjithë 39 banorët në këtë shtëpi, sepse vërtet kemi qenë të vërtet në këtë shtëpi. Falenderoj